Policia e Durrësit ka zbuluar një tjetër ambient të përshtatur për prostitucion. Policia në njoftimin e saj bën me dije se specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve së bashku me forcën e posaçme operacionale finalizuan operacionin policor të koduar Storm 18, i ndjekur me metoda speciale të hetimit për një periudhë njëmujore. Në kuadër të operacionit u bë arrestimi në flagrancë i shtetases kolumbiane ML 26 vjeçe. Gjithashtu u arrestuan në flagrancë për ushtrim prostitucioni shtetaset AG 33 vjeçe dhe BA 26 vjeçe, të dyja shtetase kolumbiane. Gjithashtu u proceduan në gjendje të lirë 3 shtetas për veprën penale prostitucioni. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 3 pasaporta të shtetaseve të arrestuara, një shumë parashe dyshuar e përfituar nga prostitucioni, një leje drejtimi dhe 3 celular. Nga veprimet hetimore të kryera, rezultoi se shtetesja ML prej një muaji kishte marrë një apartament me qira në lagje nr. 1 Durrës, të cilin e kishte përshtatur me qëllim ushtrimin e prostitucionit nga 2 shtetase të tjera kolumbiane. Gjithashtu, kjo shtetase ka ushtruar edhe vetë aktivitetin e prostitucionit në këtë ambient. Materialet proceduriale i u kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës.